Jetonin në një varr për të qenë më pranë Zotit, largohen me forcë familjet. Autoritetet greke kanë vendosur që të largojnë me forcë një familje nga një shpellë ku jetonte në malin e Korintit me arsyetimin se diçka e tillë kishte dëmtuar 5 fëmijët. Krahas tyre, policia vrejti se në këtë zonë jetonin në kushte primitive dhe familje të tjera të cilët flinin në shpellë ose shtëpi prej balte, gatuanin me dru dhe nuk ishin asnjë kontakt me teknologjinë. Familjet që u përkasin grupeve askete të Krishtera kishin hequr dorë prej vitesh nga jeta moderne dhe ishin kthyer në periudhën e mesjetës me besimin se kështu ishin më pranë Zotit. Familjet që jetonin në banesa balte brenda malit të ngjashme me varret e lashta u zbuluan nga një gjahtari i cili më pas njoftoi autoritetet për të ndërhyrë. Raportohet se familjet kanë rezistuar ndaj policisë, të cilat i akuzuan për dhunë, ndërsa deklaruan se refuzojnë sistemin shkollor të Greqisë, prandaj dhe nuk i dërgojnë fëmijët atje.